me një karrierë shumë të gjatë, qoftë administrative, qoftë edhe politike, dhe ka një ndjeshmëri të madhe ndaj të gjithë raportit që shteti do të ketë me biznesin. Janë diskutime që ne kemi pasur shansin të kemi bashkarisht më parë në parlament, dhe sot do kemi mundësinë që ato vizione të tona të përbashkëta për të ardhur në ndihmë biznesit, për ta mbështetur biznesin në kryerjen e funksioneve dhe në zbatimin e ligjit, ti japim jetë me punën e përbashkët. Suporti im pa diskutim do jetë maksimal, po jam e bindur që edhe suporti të gjithëve, bashkëpunimi të gjithëve do jetë aty. Që fjalën. Faleminderit zonjë ministre. Nderuar zonjë ministre, për mua është një moment i veçantë, sot që jam këtu në prezencën tuaj, kuptohet edhe nga mënyra se si e bërë përshkrim të gjithë situatës. Vi për herë të parë, në këtë situatë, dhe ndodhem për herë të parë këtë situatë, por nga i parë deri te i fundit, do t'i falenderoj për të pjesëmarrje dhe në kuptimin e plotë të fjalës, i konsideroj koleg pa as edhe një lloj, do thosha, hezitimi, që jo të çështës se ku jam unë, pozicioni, apo ku janë ju. E para dhe e fundit, unë mendoj dhe gjykoj që çdo person i cili kryen një funksion, ka një detyrë për të përmbushur në bazë të kushtetutës dhe të ligjit, sigurisht pastaj ka bërë maksimumin dhe do jetë në raporte, do thosha, speciale në raport me mua. Por ashtu siç tha zonja ministre, do më lejoni që me gjithë respektin maksimal që kam patur për zotin Hajdari, si edhe si ish koleg nga prokuroria, të cilët e njoh mjaft mirë, pa i përgjegjësim më të vogël, e falenderoj për punën që ka bërë gjatë këtyre viteve dhe të gjithë kolegët që keni punuar bashkë me zotin Hajdari, dhe kjo do të jetë një rrugë jo që nis sot, por një rrugë e cila është nisur përpara kaq viteve, dhe e cila do të konsolidohet ditë pas dite dhe një stat të ri, sepse e kërkon vetë koha, e kërkon vetë direktivat e Bashkimit Evropian dhe vetë riorganizimi që do i bëhet të gjithë inspektoriateve, në inspektoratin e përgjithshëm, dhe që deri dje, në mos gaboj, inspektorati qendror i cili ka qenë, ka patur kompetenca këshilluese konsultative nga hyrja e ligjit 99 i vitit 2024, ku për fat mirë ka qenë po ministra e cila e ka prezantuar Komisionin e Ligjeve në Parlamentin e Shqipërisë, dhe për hir të vërtetë unë nuk e dija që do vije një ditë tu, kemi patur një bashkëpunim dhe një qasje shumë pozitive në raport me përmirësimin, siç ndodh në komisionet parlamentare dhe në seancën plenare, dhe bashkëpunimin në zonën ministre dhe me qeverinë do të jetë në kushtet maksimale. Sigurisht mendoj që 3 pika do më shoqërojnë gjatë gjithë periudhës që do të jem në krye të inspektoratit të përgjithshëm. Përkushtimi do të jetë maksimal, edhe nga pikpamja formale e orarit, po themi, kur vihet në punë, dhe deri orën që mbyllet, dhe unë ju garantoj që do të jem 24 orë, në 24 ku çdo problem apo koleg do ketë apo varësi do ketë problematika për të informuar apo për të dhënë për të patur në çdo moment të kontakt. Dhe pa diskutim me ministrin, pa diskutim edhe me kryeministrin. Gjej rastin në këtë moment, sinqerisht, pavarësisht që me zonjën ministre, qoftë me ish kolegën Filameti, apo me kryeministrin e Shqipërisë zotin Rama, kemi qenë në përballë njëri tjetrit, sepse kështu funksionon demokracia, një palë është majorancë, një palë tjetër është opozitë, por kurrë se kemi parë njëri tjetrin si armiq, por për të punuar dhe për të luftuar për të qenë diçka më mirë më përpara për Shqipërinë. Dhe për mua kjo është një sfidë, është një dorashk e hedhur nga kryeministri për të përmbushur këtë detyrë. Nuk është privilegj, absolutisht, është përgjegjësi jashtëzakonisht e madhe, pavarësisht që vin nga sistemi i drejtësisë për 15 vite dhe 20 vite në politikë, dhe që kemi pasur mundësi të njohim shumë gjëra, por atë që s'ka tha ministri në një moment, do të kemi pozitivitetin që në funksion
të përmbushjes së detyrës, por dhe në funksion të respektimit të biznesit, i cili mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse është ai që mbush për ditë buxhetin e shtetit me taksat dhe tatimet që paguhen, dhe që ne të gjithë ne këtu nga muaji i parë që do jemi gjithë paguhemi nga taksat dhe nga tatimet nga aktiviteti i këtij biznesi. Që do të thotë një biznes shëndosh, një biznes me rregulla, respektimit të një biznesi të rregullt dhe lufta pa kompromis ndaj biznesit i cili abuzon, i cili është abuzues apo që bën gjithçka për të përfituar në mënyrë të paligjshme duke shkelur ligje, atëherë e kemi përmbushur detyrën dhe duke i parandaluar ata. Kjo ka shumë rëndësi. Pra përkushtimi im do të jetë pa diskutim jashtëzakonisht i lartë. Dhe kjo në bashkëpunim me ju. Dhe ka shumë rëndësi integriteti moral. Drejtësi, shtylla 3. Drejtësi nga mua në raport me ju, drejtësi i drejtorëve në raport me varësit e tij, drejtësi varësi mas varësit deri tek i fundit inspektori dhe drejtësi në raport me biznesin. Ministra na la detyrën e parë në zyrë kur ishim bashkë që ditën e njëjtë do duhet një raport specifik i hollësishëm se si do të eci përpara, çfarë programi, çfarë vizioni, diçka që do ndërtojmë në këto ditët e para, muajt e para, javët e para dhe muajt e para. Dhe sigurisht ministri mund ta thoshte edhe vetë që ditën e premten me gjithë kryeinspektorët përsëri do kemi një takim, që do të thotë që çdo ditë është jashtëzakonisht e rëndësishme. Çdo orë, çdo minutë është e rëndësishme për të punuar dhe për të vazhduar për të përmbushur detyrën. Do e mbyll vetëm me kaq. Korreksi do keni nga ana ime, respekt do keni nga ana ime, të njëjtë gjë do të dua edhe nga ju në raport me mua. Zero paragjykim për të parë deri tek i fundit që është në këtë sallë apo kudo ku janë të tjerët, por në saj të ditëve në vazhdim që secilit do shikojmë edhe analizës së punës për çdo drejtori apo për çdo individ që do kemi raportin, pastaj do shikojmë të ecë përpara. Edhe një herë ju falenderoj shumë përzemërsisht dhe na ecë mbar të gjithë. Shumë suksese, jam e bindur që të gjithë së bashku do ta përfundojmë visionin. Faleminderit. Faleminderit gjithë.